A keni komunikim me atë grup? Unë nuk kam personalisht, se vërtet nuk kam qasje komunikim. Ku është? Nuk e di, sinqerisht nuk e di. Shifni, për ata grupin mendoj që është herët t'ja japim vlerësi, se aq shumë është bë zhurmë, është bë propagandë, që vetëm koha do i sqaron dhe do i kthjell të vërtetën mbi rolin e tij në qeveri, punën që e ka bë, po ndoshta edhe gabim nëse ka bë ndonjë gabim. Tash, çka do që të flasim? Do jetë në ndikimin e asaj zhurme që është kriju edhe nuk do jetë e drejtë. Mendoj, ai tash nuk është më në institucione, nuk ka përgjegjësi publike, nuk është në politikë, vetë ka dëshmuar, ka treguar që nuk është edhe në parti. Ta lejmë koha t'i kthjell, unë jam i sigurt se kur koha ti pastron mjegullën, nuk do jetë ashtu si. A mendon se do vijë atëherë dhe do përballet me atë që ai thotë se është e vërteta? Që secili e meriton të ketë mundësi të përballet, edhe të tregon të vërtetën e vet. Unë nuk du të paragjykoj. Nuk jam as prokuror, as gjykatës. Po ja si njeri po them që nuk është tash koha për dhënë vlerësime, për shkak se zhurma, propaganda, mjegulla është aq e madhe që janë subjektive vlerësime.